Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju djersin këmbë dhe ju vinë ere keqe, jasti të shpëtoni një herë mirë nga ky problem. Nëse disa njerëz mbyllin hundët kur ju hiqni këpucët, është koha për të provuar këto mënyra të thjeshta që do t'ju ndihmojnë të hiqni qafe erën e tmerrshme. Këto janë truket për t'i bërë këmbët tuaja që të ndihen më të bukura. Përdorni një kohës thjesht antidjersën që përdorni edhe për sqetullat tuaja. Në këtë mënyrë këmba juaj nuk do të djersitet dhe nuk do të vijë ere keqe. Lyeni në pjesën e poshtme të këmbës dhe më pas vishni këpucët tuaja. Nëse jeni të prirur që të merrni infeksione nga persona të tjerë, hiqeni këpucët tuaja dhe thajni me një tharëse flokësh në temperaturë më të ulët. Kjo do t'ju ndihmojë që ju të shmangni infeksionet e lëkurës dhe gjithashtu të minimizoni edhe lagështinë. Shtoni 2 bustina me çaj në 2 gota ujë dhe valojeni atë për plot 15 minuta. Pastaj hiqeni, hollojeni çajin me 2 litra ujë, lëreni që të ftohet për disa minuta dhe më pas futeni këmbët tuaja në një legen me këtë çaj për 30 minuta. Përdoreni këtë terapi për çdo ditë. Çaji i zi mbartë gjithashtu acidin tanik i cili vret mikroorganizmat dhe gjithashtu mbyll pore dhe ju ndihmon për të hequr qafe, djersën dhe aromën e këmbëve. Vetëm shtoni 2 gota krip në një legen që është gjysmë i plot me ujë të nxehtë. Mbajini këmbët tuaja aty për rreth 15 minuta 2 herë në ditë. Kripa vret bakteret dhe gjithashtu zvogëlon në djersën. Si të largoni erën e pakëndshme të këmbëve? Era e keqe e këmbëve mundet të jetë vërtet shqetësuese dhe e sikletshme për ata të cilët vuajnë nga një problem i tillë. Kjo ndodh zakonisht kur këmbët tuaja djersin dhe djersa nuk avullon për shkak të këpucëve apo çorapeve që ju keni veshur. Bakteret natyrisht të pranishme në lëkurën tuaj teksa rriten ushqehen me djersën dhe qelizat e vdekura në lëkurë, duke prodhuar kështu erën e keqe të këmbëve. Shumë kura natyrale janë të vlefshme në qoftë se ju dëshironi të hiqni qafe erën tuaj të keqe të këmbëve. Ju duhet t'i ndiqni ato rregullisht për një periudhë të caktuar kohe dhe për të patur rezultate më të mira. Disa prej kurave mundet ta zgjidhin këtë problem në një javë ose diçka më shumë. Ja disa kura në kushte shtëpie për erën e keqe të këmbëve. Soda e bukës, bikarbonati i sodiumit, më së shumti i njohur si soda e bukës është një zgjidhje efektive për të eliminuar erën e këmbëve. Ajo neutralizon gjithashtu pH-in e djersës dhe redukton edhe bakteret. Përdorimi: hidhni gjithashtu sodë buke në një enë me ujë të ngrohtë dhe gjithashtu një lugë gjelle në gjysmë litër ujë dhe vendoseni këmbët tuaja në të për rreth 15 deri në 20 minuta për rreth një javë çdo natë. Gjithashtu ju mundet që të spërkasni pak sodë buke tek këpucët apo çorapet përpara se t'i vishni ato. Vaj livandoje. Vaji i livandos jo vetëm që ka një aromë të mirë, por njëkohësisht vret edhe bakteret. Gjithashtu ky vaj parandalon edhe formimin e kallove në këmbë. Përdorimi: hidhni disa pika vaj livando në një enë me ujë të ngrohtë. Vendosni këmbët në enë për rreth 15 deri në 20 minuta. Përsëriteni këtë trajtim 2 herë në ditë për disa ditë. Kripa e trash kokërmadhe. Kripa e trash mundet të minimizojë erën e keqe e cila vjen nga këmbët tuaja, pasi ajo lufton infeksionet mikrobike dhe neutralizon erën e këmbëve. Një banjë me krip të trash është gjithashtu një qetësues natyral për dhimbjen e këmbëve nga lodhja. Përdorimi:
Përzdjeni 2 lugë gjelle krip të trash, gjithashtu me gjysmë kove me ujë të ngrohtë. Vendoseni këmbët aty për 10 deri në 15 minuta. Për rezultate më të mira, ju duhet të bëni këtë recetë përpara gjumit në mënyrë që të evitoni veshjen e çorapeve apo këpucëve për disa orë. Çaji i zi ka acid tanik që ndihmon në eliminimin e baktereve të cilat prodhohen nga era e keqe e këmbëve. Gjithashtu ju duhet të keni parasysh se ajo ndihmon në mbylljen e poreve në këmbë duke zvogëluar kështu sasinë e djersës me të cilën ushqen bakteret. Përdorimi: zgjeni 2 qese çaj të zi në 3 gota ujë të nxehtë. Shtoni aty gjysmë kove ujë normal për të ulur temperaturën e përzierjes. Vendoseni këmbët në të për rreth 15 deri në 20 minuta. Bëheni këtë për ditë për rreth një javë. Uthulla është e dobishme për shpëtimin nga era e keqe e këmbëve pasi ajo krijon një mjedis acid në të cilin bakteret nuk mund të mbijetojnë. Ju mund të përdorni çdo lloj uthulle, por për këtë trajtim këshillohet më shumë uthulla e mollës. Përdorimi: përzieni gjysmë gote uthull në 6 deri në 8 gota ujë të ngrohtë. Vendoseni këmbët në të për rreth 10 deri në 15 minuta. Në fund, lajini këmbët tërësisht me sapun për të hequr edhe erën e uthullës. Era e keqe e këmbëve është një fakt shqetësues për ne. Arsye që mund të ndikojë në aromën e keqe të këmbëve është djersitja e tepërt, përdorimi i vazhdueshëm në materialet e prodhimit apo mbajtja e këpucëve veshur për një kohë të gjatë. Edhe pse kjo mund të duket diçka e zakonshme, kthehet gjithnjë në një situatë të turpshme. Prandaj disa këshilla do t'ju vinë në ndihmë për eliminimin e aromës së keqe të këpucëve. Kujdesuni për higjienën. Ekspertët e rekomandojnë se një nga mënyrat e duhura për largimin e aromave të këqija është që të mos mbajmë veshur të njëjtat këpucë çdo ditë. Kjo sepse këpucët duhet që të marrin ajër, të freskohen dhe gjithashtu do të shmangni lagështinë. Kjo është arsyeja pse mbajnë aromë të keqe. Përdorni pluhurin pudër në të dyja këmbët ose këpucët. Pudra thith lagështirën, kështu që ne ju sugjerojmë që ta aplikoni pas larjes në thembrat të këmbëve për të zvogëluar djersitjen. Gjithashtu mund ta aplikoni brenda këpucëve, sidomos nëse ato janë të mbyllura si çizmet. Bëheni këtë gjë gjatë natës në mënyrë që të puthitet sa më mirë dhe aroma e keqe të zhduket plotësisht. Lule kamomili. Lëreni disa lule kamomili të thajë dhe vendoseni në çanta të vogla me rroba dhe vendoseni në këpucët tuaja. Lëreni gjatë gjithë natës. Kamomili ka veti të kontrollojë aromën e keqe të shkaktuar nga djersa, lagështinë dhe përhapjen e baktereve. Limon ose lëkurë portokalli. Aromat e agrumeve dhe vajrave natyror neutralizojnë aromat e këqija. Ato gjithashtu veprojnë si agent natyror antibakterial. Prisni kokën e 2 limonëve dhe futini në këpucë ku i lini për 12 orë. Sodë buke. Soda e bukës është ideale për të thithur lagështinë e grumbulluar brenda. Mjafton të përhapni pak prej saj brenda këpucëve dhe lëreni që të veprojë për 8 orë. Pas kësaj hiqni mbeturina dhe për rezultate të mira, përsëriteni procesin 3 herë në javë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!